Velipoja vijon të jetë një prej destinacioneve më të dashura për pushuesit vendas dhe të huaj gjatë sezonit veror. Plazhi i gjerë, deti i pastër dhe qetësia që ofron zona janë ndër arsyet kryesore përse turistët e zgjedhin për të kaluar pushimet. Shumë prej tyre shprehen të kënaqur me përvojën dhe tregojnë se dëshirojnë të rikthehen përsëri. Për çdo vit, që 10 vjet rregullisht vit, ka përmirësim përpara, s'ka pasur toalete publike, tash i kanë ndërtu pasërti e mirë, faleminderit shumë për mikpritje. Gjithë shohin situatën që Velipoja është në gjitha drejtimet është mirë. Nuk vën më mirë. Unë për vete muj me thonë fjalë më të mira të mundshme. Që disa vite, 2-3 vite, sidomos si vjet ka qenë perfekt. Këshilloja po i lus këtu le të shijojnë. Velipoja në Shqipëri është numër 1. Çdo vit më shumë përmirësim, bashkia ka punu super, shumë të kënaqur me të çata që ka punë bashkia këtu. Pastërti shumë mirë. Zonë në Firenze rri, po këtu më pëlqen më shumë se Firenze. Kështu që më shumë se më thonë se më mirë se Firenze s'ka. Vlerësimet pozitive të pushuesve dëshmojnë mikpritjen e banorëve dhe potencialin e jashtëzakonshëm turistik të Velipojës, e cila po forcon çdo vit pozicionin e saj mes destinacioneve më tërheqëse të Bregdetit shqiptar.